E të smerron në Balluku Palloshin me zbulimin e llogarive sekrete në Camden Island, ku janë disa qindra milion dollar përmes Abit Bank nga bashkëshortja e Ramës. A ka depozituar vetë në Camden Island në parajset fiskale Balluku. Monologu djeshëm ishte shumë i turpshëm dhe të gjithë ata që duar trokitën ose janë bashkëvjedhës. Shumica e tyre janë të korruptuar dhe SPAK duhet të hetoj pasuritë e tyre, të gjithëve, drejtorëve dhe 4 emrave anonim në qeverinë e re të Ramës, që duket që janë ushtarët e Ballukut. Balluku duket se e ka marrë peng Ramën. Dhe do apo s'do, Rama do të përfundoj përmes SPAK. Natyrisht që ka frikë të vi në New York, edhe pse gjithë familja për arsye shëndetësore gjendet Manhattan. Dosja McGonigal, por dhe akuzat që vazhdojnë dhe rriten ndaj grupit të strukturuar kriminal Soros janë panik për të. SPAK kontrollohet nga amerikanët, jo nga kinezët. Ajatollat e Ballkanit janë panik. Bashkimi me Vučić për dërguar të letrën e hapur, si dikur fletrufet në qendër Tiranës, janë një thik tjetër kundër Kosovës. Në këtë luftë bie pre dhe ego e presidentes, e cila do të pagojë një çmim politik, afrimin, martesën, thonjza me Ramën.